Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. 1506, kontingjenti i parë me 150 roje zviceriane mbërriti në Rom. Sipas historisë, ata hynë për herë të parë në Vatikan, ku u bekuan nga Papa Julius II. 1517, turqit pushtojnë Kairon, dinasti myslimane në Egjipt. 1666, Shah Jahani, sovran i famshëm i perandorisë moghule, ndroi jetë në qytetin Agra të Indisë së sotme në moshën 74 vjeçare. 1881, obelisku i lashtë egjiptian, gjilpërat e Kleopatrës, ringrihet në parkun qendror të New Yorkut. 1901, ndron jetë në Londër në moshën 81 vjeçare mbretëresha Victoria. Victoria ishte mbretëresha e Mbretërisë së Bashkuar dhe Britanisë së Madhe e Irlandës. 1914, në Vlorë, qeveria e përkohshme e Shqipërisë heq dorë nga pushteti dhe ja dorëzon atë Komisionit të Ndërkombëtar të Kontrollit për të qeverisur vendin deri në mbërritjen e Princvitit. 1963, traktati i bashkëpunimit midis Francës dhe Gjermanisë nënshkruhe zyrtarisht nga Charles de Gaulle dhe Konrad Adenauer. Ky traktat do të forconte më tej marrëdhëniet Paris-Berlin. 1983, në moshën 27 vjeçare, kampioni suedes i tenisit Borg njofton tërheqjen e tij nga tenisi. 1984, kompjuteri personal komercial Apple Macintosh, i konsideruar si revolucion në teknologjinë kompjuterike, u prezantua botërisht përmes fushatës së famshme reklamuese 1984. 1987, SBA, politikani nga Pensilvania, Bud Dwyer, vret veten gjatë një konference shtypi në televizion. Kjo ngjarje çoi në debate mbi kufinë në gazetari dhe se jo çdo pamje është e transmetueshme. 1992, misioni STS-42, Dr. Roberta Bondar u bë gruaja e parë kanadeze që ka udhëtuar në hapësirë. 1997, Madeleine Albright u bë gruaja e parë sekretare e Shteteve të Bashkuara. 2002, Yves Saint Laurent njofton mbylljen e shtëpisë së tij të modës. 2006, Evo Morales u zgjodh presidenti i Bolivisë. 2007, hapet gjykimi i vrasësit serial kanadez Robert Pickton në New Westminster, British Columbia, Kanada. 2018, Netflix të i kalon $100 miliard në kapitalizimin e trekut, shifra e lëshuar nga kompania Reed Hastings, e cila arriti në 117 milionë gjysmë përdorues, e bën atë kompaninë më të madhe të medias digjitale dhe argëtimit në botë. 2019, Luksemburgu do të bëjë të gjithë transportin publik falas nga marsi i 2020-s.